Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi vetëm pak minuta përpara startit të ndeshjes së parë të kampionatit të ri, sezoni ri 2026-2027. Jemi në Loro Boriçi dhe presim të startojë supersfida Vllaznia Skënderbeu. Siç e shikoni, kam këtu pranë presidentin e klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, I cili jo shumë herë është I gatshëm të jetë pranë kamerave, por sot në ditën e parë të fillimit të këtij sezoni shpresojmë të jetë auguri mirë për kamerën tonë, për kanalin tonë, për median sportive, por edhe për vllaznin që gjithë e duan. Faleminderit, gratë, ndoshta do të korrigjoj pak se jam gjithmonë I gatshëm të dal para kamera, por ndoshta edhe angazhimit edhe pjesa private na ka penguar për me qenë aktiv. Si të qoftë, jemi në praknesh, ajo që thoni ju është drejt, por kohët e fundit ka pas të ndoshta edhe për arsye personale. Vllaznia Skënderbeu, një sezoni, shumë komente, diskutime pozitive, negative, një mbyllje jo mirë e sezonit, por me optimizëm kjo nisje. Pa diskutim, nuk po komentojmë tashmë atë çka kaloi, sepse normalisht ishte zhgënjim, por të fokusohen në sezonin e ri. Janë dy herë më të mëdhenj të futbollit shqiptar, Vllaznia, skuadra më e vjetër e futbollit shqiptar, Skënderbeu, një skuadër që ka lënë gjurmë në Europë, që para disa vite ka qenë majat e futbollit shqiptar dhe gjithashtu ka përfaqësuar drejtësisht Shqipërinë në kompeticionet europiane. Jemi dy klube, dy qytete mike, dy qytete dashamirëse që kemi lidhje të hershme. Është kënaqësi që filloj me Skënderbeun. Sigurisht që synimi jonë është fitoria, kjo është pa diskutueshme. Dhe synimi jonë, si çdo vit, objektivat tonë janë të qarta, nuk ndryshojnë. Kemi bërë me një grup të ri, një pjesë e grupit, se kemi ruajtur disa lojtarë të sezonit kaluar. Mendoj që është një grup solid, është një grup që do dojmë pak kohë ndoshta të arrijnë atë nivelin e tij më të mirë, por po punohet intensivisht, gjithë stafi teknik, trajneri, lojtarë, kemi bërë dy faza parapërgatitore, një në Sloveni dhe një në Bukë, dhe mendoj se këtë vit do shihni një Vllazni ndryshe, një Vllazni luftarake, një Vllazni që do luftojnë deri në sekondin e fundit për të marrë rezultatin. Optimizmi juaj duket qartë që në prononcimin e parë të këtij prak sezoni, por ajo që do ta tregoj saktësisht do të jetë fusha lojës pas pak minutash që ka diçka problematike për formacionin, sepse mungon Gurishta, një nga më të mirët e Vllaznisë, si pasojë asaj ngjarje të fund takimit me Egnatin në sezonin e kaluar. Besoni se do të fikoj apo ka Martini alternativat? Ne kemi në dispozicion sot jo 24, por 26, 28 lojtarë. Domethënë grupi mendoj se është më I plot se asnjëherë tjetër më përpara. Sigurisht se kampionati I gjatë, do ketë dëmtime, do ketë kartona, por çdo lojtar duhet të japin kontributin më të mirë për ekipin. Nuk besoj se sigurisht mungesa Gurishës është një faktor, por nuk besoj se kjo do ndikojnë te rezultati. Kështu që shpresojmë se sa gjithçka të shkojnë mirë dhe Vllaznia të fitojnë. Eliminimi I Vllaznisë në Europë dhe avancimi I dy rivalëve Egnatia dhe Dinamo, mendoni që I jep një përparësi rivalëve tuaj apo do ta kompensoni rrugës? Unë duhet vallë parë herë të përgëzoj edhe Egnatin edhe Dinamon për arritjet e tyre. Kjo I bën nerë futbollit shqiptar, na bën nerë gjithë secilit se ata të ecin përpara në Europë, ta përfaqësojnë sa më mirë, sa më drejtësisht, sepse vetëm në këtë mënyrë do rritet niveli I futbollit, do rritet niveli I kampionatit, do rritet ardha e tifozëve dhe do krijohet një garë më e fortë. Nuk kemi frikë asnjë ekip, përkundrazi, do luftojmë me çdo ekip, pavarësisht lojtarëve që mund të kenë formacion apo investime që mund të jenë. Vllaznia mendoj që këtë sezon është bërë një ekip si çdo sezon tjetër për të konkurruar drejtësisht në kampionatin shqiptar. Kush mendon se do të jetë katërçja kryesore krahas Dinamos, Egnatit, Vllaznisë dhe Elbasania? Si mjet formula ka ndryshuar sepse janë 6 tashmë që do hyjnë, do jetë një formulë pak më komplekse, mendoj që është një formulë që do jetë më dinamike se formulat e tjera, sepse ne kemi mundësi tashmë të losim ndeshjen e Loro Boriçi deri në fund.
Dhe gjosha por do jetë, mendoj se shiko, këtu janë 10 skuadra që të 10-ta janë me merita tipu janë dhe sigurisht që nuk mund përjashtoj asnjërin nga këto jashtë gjoshesh apo ai kundërta. Kështu që synimi i Vllaznisë është çdo vit të jetë në atë zonën të shim këtë rast të gjoshesh. Në zonën e kupave të Europës. Kupat e Europës, se normalisht të luftojnë për objektivin që kemi në çdo vit. Duke qëndruar tek rivalet tuaj, shumë komente mediatike dhe me gjërë për kolegun tuaj, presidentin e Dinamos para të festimin në dhomat e zhveshjes me Ta janë momente gëzimi, ta janë momente kënaqësie. Unë i di sakrificat që i bëjnë presidentat, sepse jam vetëm i tillë. I di sakrificat që i bën Ordi, që unë me gjithë zemër i urrej që të ecin përpara në Europë, edhe të kenë mundësi me dhënë sa më shumë ashtu prejme lojtarëve. Bukur, me këtë urim të Alban Xhaferit, presidentit Vllaznisë, mbyllim ke lidhjet parë drejt për drejt nga stadiumi Loro Buriçi, pikërisht paragdheshjen Vllaznia Skënderbeu. Ndeshja hapse këtij sezoni, orën fitoren për ekipin e Vllaznisë. Faleminderit, Gaci. Faleminderit. Shumë respekt edhe shumë suksese për Faleminderit.